Rritja e temperaturave dhe pakujdesia shtojnë rrezikun e helmimit nga ushqimi. Mjekët në Elbasan thonë se qytetarët duhet të tregohen të kujdesshëm dhe në rast se shfaqin simptoma të helmimit nga ushqimi, duhen të drejtohen direkt në qendrat shëndetësore. Ne duhet kemi shumë kujdes, sidomos në konsumimin e ushqimeve, të cilat mos të jenë të ndetura, ose ne gjithmonë të kontrollojmë, sidomos kur i marrim në markete, ose ato konsumimi sidomos të fëmijëve, të atyre akulloreve, e tjerë, të cilat këto të gjitha së bashku, nëse nuk merren në standardin e tyre, atë japin disa shenja klinike tek pacientët, të cilat mund të fillojnë me të vjella, diare, ndoshta edhe temperaturë lartë, e cilat duhet mendojmos një ndihmë qoftë të emergjente, të cilat marrin një shërbim sa më të shpejtë dhe të vinë pacientit sa më afër. Qershit dhe shalqiri konsiderohen se dy prodhime ushqimore që mund të sjellin komplikacione të helmimit, prandaj duhet treguar kujdes i shtuar në konsumin e tyre. Janë disa ushqime të cilat japin infeksione ose helmime, të cilat mund të jenë më të agravuara, për shembull siç u përmendet ju shalqini ose dhe qershia. Ndërkohë Inspektorati Shtetëror Shëndetësor në Elbasan me nisjen e Stinës së Verës ka intensifikuar kontrollet në terren. Kryeинspektori Enver Shkurti e vë theksin te plotësimi i kushteve higjieno-sanitare në njësitë akomoduese. Po ashtu ai ngre shqetësimin për ujin e pishëm, pasi sipas tij shumë burime, sidomos në fshatra të thella, nuk janë në kontrollin apo administrimin e ujësjellës kanalizimeve. Shqetësimi është për sa i përket ujit të pishëm, sepse jo të gjitha burimet janë të monitoruara dhe jo në të gjitha burimet kryhet klorizimi i ujit, sepse një pjesë e ujësillësave në fshatra, dhe ku flas për zonat larga, nuk menaxhohen akoma nga Drejtoria Rajonale e Ujësillës Kanalizimit. Pa ashtu kujdesi i lartë për ekspertët duhet treguar me ushqimet e shpejta që blihen në rrugë, të cilat jo vetëm që nuk janë të shëndetshme, por në shumë raste sjellin rrezik për helmim.